Selam aleikum, jemi në podcastin e radhës. Bas dy temave të bukura me Sulejmanin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, kush është tema sot, Viz? Sot kemi temë, ndoshta nuk mund të them shumë shpirtërore, po logjike dhe dije shumë. Edhe inshallah gjithë vëllezërit dhe motrat që na ndjekin, gjithë dhe bashkë Zoti na dhon shpërblime na dërgof në xhenet. Dhe Allah duhet kemi gjë gjithmonë, duhet ta përmendim që ta bëjmë niyetin për izat Zotit. Pra, podcasti dhe çdo vepër e mirë në Ramazan, që mos na kthehet ditë gjykimi mbluhur, se çdo vepër që bëhet për të treguar veten tënde, Zoti nuk e pranon. Çdo vepër që bëhet në emër të Zotit, ajo pastaj bëhet e përjashme. Jemi në Facebook, jemi në Instagram, jemi në TikTok, TikTok u mbylla, u hapa. Ha? Smeret vesh, ha? Do shifet gjatë rrugës. Smeret vesh. Sot jemi ne. Sot e kemi, po më duket se do shohim vetëm veten tonë, se ndoshta nuk punon edhe nuk është se njerëzit. Shivir kanë hyrë njerëz. Jo, mashallah. Nuk është mbyllur burr. Ha? 200 veta, mashallah, edhe në TikTok. 200 me këtu fol që po mbyllet të sa hap që kanë. Është mirë, mashallah. Në Instagram janë 1250. Po mirë, sa ka filluar? 1250. Inshallah Zoti i beqatoft që të gjithë. Facebooku është tani, domethënë, sa është hap, është 250. 3 mesazhe herë, një nga Shkupi, një nga Gjermania, një nga New Yorku. Po, mashallah. Direkte, një nga Kreta. Se tham ne është Greqia, ja mashallah, ka edhe vëllezër e motra që na ndjekin. Po. Nga Kanadaja, që e kanë gjithmonë nga vende të largëta sot, New Yorku, Kanadaja, Gjermania ka nga Lushnja, Belgjika. Mashallah. Mashallah. Sot kemi temë për pejgamberin alayhis salam. Shikoj, ne kemi temë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po ajo që po të veçantë, ndryshe, jo temë. Po ndryshe dhe ajo që si është kjo pjesa që sa dhe logjike, do në krej një pyetje naive. Okej, ka jetuar si njeri, dhe pse do ta besoj unë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çka kishte të veçantë? Islami ka 3 boshte. I pari është Zoti i gjithësisë. I dyti është Kurani, dhe i treti është pejgamberi alayhis salam. Nuk lejohet në Islam as ta besosh Zotin kot, as ta besosh Kuranin kot, as ta besosh pejgamberin alayhis salam pa dije dhe pa arsye dhe pa argumente. Nuk mundesh thush që e di që pejgamberi Muhammed është pejgamber dhe profet, se shumë ka thonë gjyshi. E kupton? Pra nuk është çështje prejardhje dhe nuk është çështje që kthehet në dogmë. Dhe Zoti i gjithësisë, që i qofshim falë, është gjoja më e dukshme, sepse një univers i tërë dëshmon për të. Dhe falë Zotit edhe pas studiu asnjë faqe literaturë, vetëm të kesh sytë e ballit, shef për Zotin pafund argumente. Imagjino pastaj kur i studion krijimet e Zotit. Po flasim edhe ai që s'di as shkrim as këndim. Edhe ai e sheh diellin, edhe ai e sheh hënën, edhe ai shef malet, edhe ai shko në det, edhe ai e konsumon ushqimin edhe pijen pafund, edhe ai e kuptoi që ka shikim, ka dëgjim, ka mendim pafund, me miliarda argumente. Argumentet pastaj duhet të raditur për Kuranin famlar dhe argumentet për pejgamberin Muhammed alayhis salam. Për shembull, nuk është mirë dhe prandaj ne do ta marrim këtë temë, e pyesim i musliman dhe i muslimane. Pse Muhamedi është profet? Minimumi duhet të ketë 50 deri në 500 argumente. Minimumi 50 deri në 500 argumente që argumenton që Muhamedi alayhis salam është pejgamber i të madhit Zot. Si janë këto 50 deri në 500 argumente? Si argumentohet pejgamberi alayhis salam? Në 4 etapa. Para se të lindi, nga lindja deri 40 vjeç, nga 40 vjeç që vje pejgamberllëku deri 63 vjeç argumente me bollok, dhe nga koha që ka vdek në vitin 633, pejgamberi ka lind në vitin 570. Është bë pejgamber në vitin 610.
ka ndru jetë në vitin 633. Dakor? Argumenti tretë është nga koha që e mori pejgamberllëkun deri sa vdiq 23 vjet. Pastaj argumenti katër është nga koha që ka ndru jetë dhe gjitha thënjet dhe profecitë që ai ka thënë që janë realizuar deri në kohën e sotme, dhe çdo gjë në këtë botë vjetërohet përveç se fjalët e pejgamberit Zotit vetëm rinohen dhe vetëm shtohen. Dhe derisa të shkatërrohet kjo botë, do të vazhdoj të shkojnë në vendin e tyre fjalët që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Këto janë 4 argumente kryesore. Është përmend para se me lind librat e shenjtë, ka argumente në kohën që lindi deri 40 vjeç, nga mosha 40 vjeç deri 63 ishte koha e profecisë me boll argumente, dhe pastaj argumentet kanë vazhduar të shtohen nga koha që ai ka ndruar jetë, gjërat që janë realizuar për 1450 vjet. Nga këto shumë argumente, minimumi musliman dhe muslimane duhet i di 50, po i diti deri në 500, zoti jashtë përbleft. Është çik shumë, 50 deri në 500. Ja, sot do t'i themi 10 ne. 10 që do t'i mësojnë gjithë, ja do më kujtosh më fund. Okej. Sot tani. Inshallah zoti na jep mundësi deri në Po, fund. dhe 1 minutë mbyllet edhe pjesa e syfyrit në Tiranë. Po, vetëm Tiranë se nuk e dim vende të tjera. Po, vetëm tamam Në Amerikë jo për shkak. Tani në Amerikë duhet të jetë Në Amerikë është natë. Janë mira, do janë 7 orë mbas nesh. po. Kështu që ato janë në kulmin, ato do të jenë sa kanë mbaruar teravit. Po. Çfarë ndodh tani që t'japim minimumi, sa thon? 10 argumente. Sot 10, nesër 10. Deri në fund Ramazanit do t'i bëjmë 50 me që t'u duken shumë. Dakor? Tani, pejgamberi alayhis salam po ta shikoje në vitin e 7 Medines, 3 vjet para se me vdek. Sa po mbylli paqen e Udejbis me Mekasit që i kishte armiqt më të mëdhenj, boni gjë që të pa imagjinueshme. Boni gjë që vetëm ai mund ta bonte. Nuk ka mundësi ta bëjë dikush tjetër. A di çfarë bori? Sikur ne dy tani këtu në podcast, morim i blog, morim i stilolaps dhe fillojmë shkruajmë 12 letra. Kujtë që Po, ta them unë. Njërit ja dërgojmë Donald Trump. Letrën tjetër Putinit. Letrën tjetër drejtuesit Kinës. Letrën tjetër drejtuesit Europës. Superfuqive më të mëdha në botë. Të se bëjmë dot apo jo? yes. Ose e bon, po nuk ke bo gjo. Thjesht thojnë që ka nevojë për psikiatër. Pejgamberi alayhis salam po ta shikoje, kishte hallin me Mekasit, me hipokritët që i kishte brenda tij, edhe me disa fise, jo të gjitha, që ishin hebrejt, që i kishte në Medinë, që kishte frikë mos puqeshin me Mekët dhe pastaj vinshin nga të dy anët për ta dëmtuar. Kur boni paqen në Udejbis me Mekën për 10 vjet. 10 vjet kishin paqe që nuk do kishte luftë dhe do kishte paqe. I thret shokët e tij më oratorët dhe më të bukurit që kishte. Nuk e thirri as Ebu Bekrin, as Omerin, as Uthmanin, as Aliun. Sa ato ishin më të devotshmit, më të mençurit, po jo për këtë mision. Prandaj në Islam çdo kush ka rolin e vet. Dakor? Dhe ka bërë dhe i gjë tjetër, sipas vendeve që po i dërgonte, zgjidhte ato që e dishin gjuhën atje ku do shkojnë. Po, se ishin ambasadorë. Ministria e jashtme, Po, ambasadorë. po, edhe ambasadorët cilët duhet ishin të pashëm, duhet të dishin gjuhën e vendit ku po shkonin dhe të kishin etikë dhe moral. Sepse nëse don që t'i thrasësh tjerët, duhet të plotësosh disa kritere. Dhe vllai im, në mënyrë të jashtëzakonshme, donte me vërtetu ajetin e Kuranit që e kishte urdhëruar i Madhi Zot, dërgoje mesazhin e asaj që të ka zbritur Zoti yt. Ose ja ju nas, o ju njerëz, unë jam i dërguar ke të gjithë ju. Argumentet që tregojnë që pejgamberi ishte për gjithë botën. Kujt i shkruan letër? Letrën e parë ja dërgon Herakliu të Bizantëve, një nga perandoritë më të mëdha në botë. Letrën e dytë ja dërgon Kisras, mbretit të Persisë.
perandoria e cila ishte në të njëjtin nivel si Bizanti. Letrën e tretë ja dërgon Egjiptit, koptët ishin në atë kohë. Letrën e katërt ja dërgon Nexhashiu dhe i dërgon pastaj atyre që ishin mbretëri më të vogla, këto ishin më të mëdhajat. Dhe i zgjodhi tham njerëzit më të duhur për ta kryer këtë amanet. Çfarë i shkruan? I shkruan gjithë secilit si mas specifikës që kishte, se për shembull, Herakliu dhe Bizantët ishin kristianë. Persët adhuronin zjarrin dhe diellin. Nexhashiu që në Mekë i çoi shokët e vet, ishte bo musliman. Pra i kishte treguar shokëve të vet që unë kam besuar që Zoti është një dhe një i vetëm. Dhe i dërgoi gjithë secilit letrën, në parim ishte e njëjta gjë, që ishte besoni një Zot dhe një të vetëm, pranoni Islamin të shpëtoni, dhe nëse e pranoni Islamin dhe ja shpërndani popullit juaj do merrni shpërblim dy fish, po nëse ju e kundërshtoni do merrni mëkatin e juaj dhe të popullit juaj. Kjo ishte thelbi, pastaj i jepte specifika si mbas besimit që kishte ai popull. Guximi i jashtëzakonshëm dhe ky ishte pejgamberi i Allahut. Guxim të madh dhe desh që ta shpërndaj, nuk desh me dhon shpirt, derisa ta shpërndante, të bonte sebepin e shpërndarjes islame deri në maksimum. Gjë që ka ndodhur e çuditshme, di çka ka ndodhur? Gjithë vendet ku çoi letra, mbas vdekjes tij, shokët e tij i kanë çliruar dhe janë bërë musliman të gjithë. Këtë desha me thonë. Po, Më tepër dërgimi i letrave që sa për të vendosur piketat. me thash me i thon nxënësve të vet që këto janë vende që Ja ku është qëllimi. po. Persia dhe Bizantët ishin dy perandorit. Amerika s'ishte zbulu. Rusia nuk ekzistonte. Kina ishte e fuqishme, por nuk u fuste në luftë, siç e kanë kinezët. Ishin të fortë, kishin territore, ishin mirë me shkencën, po gjithmonë hije që mos të përplaset. Europa ishte e ndarë në fise, ishte shumë e dobët. Bizantët dhe persët luftonin me njëra tjetrën kush nga perandorit do dominoj. Pak më përpara se pejgamberi t'i çonte letrat, ishte bërë luftë e madhe midis Bizantit edhe persëve, që është dhe në Kur'an. Gulibetir Rum dominuan thotë romakët, dhe pejgamberi dhe shokët e vet ishin me Po, që ndodhi pas me një fitore Bizantët. që bën persët Përpara fituan që persët. u gëzuan i lujtarët e Po, Mekës. këto ishin dy perandorit më të mëdha. Këto zgjodhi profetit të parat që ja çoi. Tani si i pritën këto? Kisra i Persis ishte mendje madh. Si shkruante profeti i Zotit letrat? Nga Muhamedi, robi i Zotit dhe i dërguar, po robi na del shpesh robi. Pra robi, çfarë tham do të thotë, njeri që i bindet Zotit me dëshirë maksimalisht. Nuk e kundërshton atë, Zotin e vet. Ky quhet robi i Zotit. Nga Muhamedi, robi i Zotit dhe pejgamberi i tij. Dhe pastaj shive kulturën dhe shive sa të kujdesshëm duhet jemi. Pastaj thoshte Kisra, i madhi i persëve, pejgamberi. Kurse kur ja çote Herakliut, thoshte Herakliu, i pari i Bizantëve. Pra i jepte pozicionin. Por përpara përmendte se pejgamberi është më i madhi. Kur e ka pa Kisra një mendje madh, e ka pa letrën, sa ka pa Muhamedin para dhe emrin e vet mbrapa, se me thonë drejtën, të gjithë këto perandori nuk i llogaritnin arabët. Arabët ishin fise dhe nuk do të ta besote se si një vend kaq i vogël vën emrin e vet, do ignorant, se ai si çdo shohim Herakliun ishte i mençur, nuk u nxitu. Kurse ky ishte pse po ta durosh diellin e zjarrin, nuk mund të shkosh përpara. Pra ishin mendje mëdhej. E mori letrën dhe nuk pati nevojë ta lexoj deri në fund dhe e grisi. Kur u kthye ambasadori ke pejgamberi alayhis salam, ka thonë, çfarë bëri Kisra? Se pejgamberi llogaristas, ju dukshin të vegjël shumë, se kishte thonë me sinqeritet Allahu ekber, Zoti është më i madh, tjerët ishin gjithë të vegjël për atë. Çfarë bëri tha? I tha ai e grisi letrën nga mendimallësia ja Rasul Allah. Po i dërguami i Zotit e grisi letrën nga mendimallësia. Tha Zoti ja gris pushtetin. Ja coptoft pushtetin. Dhe mbas disa ditësh e ka vrarë atë djali vet. Mbasi e ka vrarë Kisrën djali vet, nuk është stabilizuar më dinastia e tyre.
ai vllau u fut në sherr me vëllezërit e tjerë dhe fisi kryesor që drejtote vetëm vriqin njëri tjetrin dhe kishin probleme të mëdha, derisa Persin e rrëzoi Omer ibn al-Khattabi, nxënësi i pejgamberit alayhis salam, një nga sahabët më të mëdhenj. Siç e bëni lutjen, ashtu ndodhi. Nexhashiu ishte musliman. Pra e pati shumë thjesht. I treti, po flas nga këto të mëdhenj, dhe dalim ke tema jon ke Herakliu. I treti ishte mbreti i koptëve në Egjipt edhe pjesët përreth saj. Ai ishte si Belkisa. Ai ishte shumë i zgjut. I vjen letra nga pejgamberi alayhis salam, Muhamedi, robi i Zotit dhe dërgumi i tij, tek i madhi i koptëve. Eslim teslem. Pranoj islamin, shpotosh. Nëse e pranon islamin dhe unë po të bëj thirrje për këtë islam madhështor, do marrësh problem ti për veten tënde dhe dy fish se do udhëzosh popullin tënd. Po nëse i kthen shpinën, dije se do marrësh mëkatet e tua dhe të popullit tënd. Wassalamu ala men ittaba al-huda. Këtë që i ka thënë Musa faraonit është në Kur'an sura Taha, dhe paqja qoftë me atë që ka marrë rrugën e udhëzimit. Kështu i ka thënë Musa faraonit, kështu i thoshte edhe pejgamberi alayhis salam, gjithë mbretërve kishte spikat ke ky ajet. Kaq tekste të shkurtra. Kaq tekste të shkurtra, pastaj ambasadori shpjegonte më shumë se pyetsin, ai që donte më shumë informacion, çfarë tham? Ka çuar ambasadorin të pashëm, ditë gjuhën perfekt të atij vendi ku po shkonte, dhe e treta sjellje brillante. Gjithë kriteret për një thirrës në islam. Se po që je në vrik, po që je i vrasht, i largon njerëzit nga feja, nuk ja afron. Prandaj ka thonë njerëzit më afër me mua në ditën e gjykimit do të jenë ato që kanë moralin më të lartë. Dhe Zoti e ka lavdruar pejgamberin e vet për moralin e lartë. Ç'a boni ky i Egjiptit që un po bëj analogji si Belkisa? Ky e lexoi letrën, boni pyetjet që i interesuan, edhe e pa që letra se e testoi këtë sahabin dhe e pa që letra janë dërguar gjithanej, edhe i tha, dëgjoj. Kjo është çështje e madhe. Ishte finok. Kjo është çështje e madhe, i tha. Kërkojmë Muhamedit të nderuar që të na lej kohë që ne të mendojmë. Dhe i dha dhurata shumë t'ia dërgonte pejgamberit Muhammed alayhis salam. Qa bëri ky? Fitoi kohë. Sepse e pa që pejgamberi kishte çuar dhe mbretërve të tjerë, tha të merret me ato herë po kismet. Koptët janë shliruar në kohën e Omerit nga Amr ibn As. Pra, a tham që gjithë letrat që çoi këto gjitha janë shliruar me islam, gjithë janë bërë vende muslimane. Ngeli më i madhi. Ngeli Herakliu i Bizantëve. Bizantët ishin perandoria më e madhe se sa kishin fituar me persët. Herakliu kishte pa një ëndër, pak përpara se t'i shkonte letra. Dhe nga një popull i huaj të vinte një njeri me shumë pushtet sa do t'ja merrte pushtetin dhe Herakliut. I mlodhi ato të mëdhenjt për filozofëve, shkencëtarëve, ministrave, priftërimve, dhe i tha që një popull jo prej nesh është shfaq një mbret i madh, një pushtetar i madh dhe do na e marrë pushtetin neve. I thanë ato kush është populli vetëm hebrejt që futët. Po deshe një urdhër e ke dhe i vrasin gjithë kudo që janë. Jo, tha mos u nxitoni. Por nuk e ndjej veten mirë. Në këtë situatë, se kur fitoi me persët, nga vendi ku rrinte në Damask, që ishte në atë kohë, ka shku deri në Kuc, në këmbë, për t'i bërë si adhurim Zotit në xhaminë e Kucit. Vend adhurimin e Kucit. Dhe në kohë që ishte i mërzit se diçka do ndodhi në bazë të ëndrave që kishte pa, vetëm kur i vjen një nga guvernatorët që kishte afër vendit arab, i cili kur po shkonte ambasadori i profetit alayhis salam, nuk mund të shkojë direkt tek ai, duhet shkojë ke ky guvernator, ky të përcillte për atje, se po flas tani për të parin e botës. Dhe vetëm kur i hyn ai guvernatori dhe i thot një letër e rëndësishme po të vjen nga Muhamedi, profeti i arabëve. Ky nuk u nxitu si Kisra, shive njeriu mençur, nuk u nxitu. Dhe i tha thirreni atë. Edhe e thrasin. Kur hyn ai ishte shumë i bukur, biles ky sahab që ka çu ke Herakliu vëlla, Xhebrail Emini kur vinte në formën njerëzore merrte formën e këtij sahabi. Aq i bukur ishte. La. Po. Hyn dhe i bën përshtypje. Thot kam sjellur një letër nga profeti i Zotit Muhamedi alayhis salam. Ai ishte i qetë, jo si ai që e grisi, e pa nga Muhamedi, robi i Zotit dhe pejgamberi i tij. Ai kishte respekt se ishte kristian, e dinte që janë pejgamberët. Eslim teslem.
Pranoj Islamin të shpëtosh. Pranoje Islamin se po të bëj thirrje në këtë Islam madhështor, të marrësh shpërblimin tënd, 2 fish se do udhëzohet dhe populli jot. Në qoftë se nuk e pranon, do mbartësh ti vetë mëkatin dhe do mbartësh mëkatin e popullit tënd. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Paqja qoftë mbi atë që ndjek rrugën e drejtë. Dhe i ka dhënë vetëm një ajet. Se ne po flasim për mbretër, nuk ka nevojë me majt hartime të gjata, ato të kuptojnë sa të shohin e kupton kush je gënjeshtare apo je i drejtë. Ja ehlel, një nga ajetet më të forta të Kuranit. Ja ehlel kitab, o ju përfaqësuesit e librave të shenjtë, i drejtohet kristianëve dhe hebrejve. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ejani tek një fjalë e përbashkët, që është njësoj për ne dhe për ju. Ta adhurojmë Zotin një dhe një të vetëm, mos t'i shoqërojmë atij shok, mos ta marrim njëri tjetrin zotra përpos Zotit vërtet, nëse ktheheni dhe se pranoni, dëshmoni që ne jemi musliman. Këtë ja kishte shkruar Herakliut në letër, në fund. Dhe Herakliu nuk u nxitonte vëlla, që tu nxitonte si Kisra që grisi mesazhin dhe Zoti ja grisi pushtetin. I tha, vazhdo, i tha, merreni, respektojeni edhe letrën e majti me vete, duke e lexuar, duke e medituar, duke e parë, dhe pastaj thiri komandantin e madh të ushtrisë. Dhe i tha, mundohu, kërko kudo, në gjitha qytetet, derisa të gjesh një grup prej arabëve, nga pretendon ky njeri që është pejgamber. Po, njeri i thellë, pra, ne nga ky do të nxjerrim tani 10 argumente për profetin ton. Nga Herakliu i Bizantëve. Jo në vlesim jo, po tani. Jo, tani, studim. Tani do të me kryqëzu informacionet. Bravo, studim. Islami është studim. Ai ishte mbret, nuk s'mund të mbyste me pikuj. Njëri që kishte kulturë nga gjithë librat e shenjtë. Shumë interesant. I thot, më gjeni një grup që të kenar për vizitë dhe mi sillni, po të jenë nga Mekka. Nga që, sepse e pyeti ambasadorin për disa detaje, mori informacion se ishte i zgjut, dhe e mori vesh që është nga Mekka, e mori vesh që është në luftë, e mori vesh që ka pas probleme, e mori vesh sa vjet ka që pretendon që është pejgamber me radhë, dhe kur kërkun desh Zoti i Madh, gjetën armikun e përbetuar të pejgamberit alayhis salam, Ebu Sufjanin, i cili ishte i pari i Mekës, kundërshtari më i madh. Çuditërisht Herakliu pyeste, studiote pejgamberin, ky kishte jetuar në një vend e njifte mirë se kishte pranuar Islamin. Dhe duke kërkuar gjejnë këtë grup prej arabëve 10 vet, i pari këtyre Sufjani. Ebu Sufjani kishin ardhur për biznes, për tregti. Sa kishin mbaruar paqen e Hudebis me pejgamberin, tani ishin të lirë, kishin ardhur për biznes. I rrethon ushtria, policia, çuditet për çastin, i thonë do vini tek ne, takoni, ishte edhe nder i madh Herakliun. Ebu Sufjani ishte dhe i zgjut, lidhje kemi ne me Herakliun, ç'na duhet neve. Dhe e marrin dhe i fusin në ambientet ku ishte Herakliu. Sa i shikon shumë i interesum, thot nga jeni ju, thot kuptohet me përkthyes, i thot nga Mekka. Po shumë i zgjut. Edhe dietarët e trajtojnë shumë lezetshëm sa i mbret ka qenë. I thot nga ju të gjithë, nga ju të 10, kush e ka më afër Muhamedin? E kuptoi Ebu Sufjani për çfarë i kanë thirrë. Tha, kush atë që pretendon që është profet? Më i afër me ty ishte vetë Ebu Sufjani. Por ai kishte marrë informacion që ka probleme me Mekasit. I thot Ebu Sufjani, unë e njoh më mirë se të gjithë dhe unë nga një deg bi fis me të. Atëherë, ti tha do dalësh para. Ec para, ju tjerët rini mbrapa. Ty tha do të pyes pyetje shumë të rëndësishme. Ju mbrapa tha, nëse ky gënjen një fjalë, do e përgënjeshtroni dhe do merrni dënim dhe do marrni dënim, tham nëse më gënjen mua se kam pyetje shumë të rëndësishme për t'i bërë. Ebu Sufjani del para, edhe thot edhe sikur dojsha se ma kishte pak qefi me gënjy, se ishte armik i pejgamberit alayhis salam, po kisha frikë dhe turp, se frikë po përgënjeshtron ndonjëri dhe turp se do u hapte fjala në Mekë që Ebu Sufjani gënjen. Po. Dhe mbasi vjen para, pyetja parë. A tham do t'i kemi sot 10 argumente? Apo argumentet që e ka pyetja kush jam? Tha Ebu Sufjan, vetë Herakliu.
Tha, qa prejardhje ka Muhamedi? Pyeti për shkuarën. Dhe Ebu Sufjani në veçanti, arabët përgjithsisht, po Ebu Sufjani ishte shumë i avancum në degët e fisëve të Mekës, Kurejshët që ishte. Dhe nuk kishte prejardhje më brillante se sa pejgamberi që u lidhte me Ismailin dhe me Ibrahimin. S'kishte më të fortë. Tha, një prejardhje shumë të fuqishme ka. Nuk vazhdoj. Për këte. Tha, këte tha që Muhamedi thot jam profet. A është mod kjo që e kanë thonë dhe tjerë për para këti? Mendoj Ebu Sufjani, jo tha asnjë se ka thonë. Për i shejkush asnjë s'ka pretenduar profet si ky. Dakord. E treta tha, kam të pyetje tjetër. Tha, ky Muhamedi, babai, gjyshin, stërgjyshin, a i ka pas mbret? Jo, tha, i ka qenë se gjithë fiset Kurejshe të tjerat. I ka pas normal. E kuptova. Tha, pyetja katërt. Kush e beson këtë Muhamedin tek ju? Të varfrit apo paria? Ebu Sufjani ishte vetë nga paria. Se kishte besu. Tha, atë e besojnë më të doptit dhe të varfrit. Dhe mendoj se po e ul. Tha, doptit, po doptit. Dakord. Tha, kam një pyetje tjetër. Besimtarët që futen këtë besim, po paksohen apo poshtohen? Tha, poshtohen. Në shumë, s'do të me nëzjerë, po ashtu po ndose, sa ishte armiku. Dakord. Kam i pyetje, po këto pyetje se i shpjegon pastaj është njëra më e fortë se tjetra. Po, shumë edhe unë po është e fuqishme shumë. Kryqëzimi informacioni i frikshëm. Sa kam i pyetje tjetër. Njerëzit që bëhen besimtar, mbasi farë kohë, ka në një që e lën fen për tyre duke u rry ose se pëlqen? Mendoj Ebu Sufjani, Bilali ka qenë rob, e kemi rrahur, e kemi mbytur, kur se kalon besimin. Sa njerëz i kishin përsekutuar në kohën e Mekës, vetëm ishte shtu besimi, s'gënjente dot. Jo, tha, ato që futën atë besim, kur se lën. Herakliu punote 180 gradë truri. Ebu Sufjani ipte përgjigje si robot, kurse ai gjithë dijen që kishte e përpunote në këto pyetje. Si ishin pyetje kot në kot. Pyetja pastaj tjetër që e rrëzoi përfundimisht. Nëse të kujtohet para 3 ditësh kur kemi folur për këtë hadith, kemi thonë e kapi shamat me argumente të pejgamberllokut Muhammed alayhi. Shiko çfarë pyetje e fuqishme. Tha, ky njeri para se të pretendonte që o profet, ka qenë gënjeshtar apo njeri i drejtë? Tha Ebu Sufjani, ka qenë shumë i drejtë, tha e kemi qujtë e minë besnik në poplin tonë. Dakord. Hel jagdir, tha, a pren në jerë mbesaj, ju ka pren në jerë mbes kur ka qenë situatat vështira, luft ose diçka e kësaj natyre? Ka thonë jo. Po Ebu Sufjani thot, i thash jo, dhe thash tani kemi i paqe, do ta shohim se çdo boje. Vetëm ajo tha që desha me fut diçka që ta ulqa Muhamedin. Pra, kemi bo pak tani, nuk e dim si do sillet. Pra me lani fije dyshimi, kaq pata mundësi tha. Dhe ai thot, a keni luftuar me të? Po tha kemi luftu. Si ka shku lufta juaj ndaj atij? Herë tha ai ka fituar ndaj nesh, herë kemi fituar ne ndaj atij. Edhe i pyetje të fundit tha kam. Se u plotsu mozaiku, s'kishte nevojë më. Tha, çfarë ju urdhron? Tha, na urdhron që të besojmë Zotin një dhe një të vetëm, pa i shoqëruar atij ortak. Ti falemi atij për ta falendëruar dhe t'i japim një pjesë të pasurisë për ato që janë të varfër zekatin. Na urdhron t'i mbajmë lidhjet farefisnore, të flasim drejt jemi të moralshëm dhe të edukuar. Thot Herakliu u çu nga froni. Dhe i është afruar Ebu Sufjanit. Tha, dëgjo, të pyeta si e ka prejardhin. Po, i tha, më thej që ka prejardhi brillante, kështu kanë qenë gjithë pejgamberët. Të pyeta, tha, është në mod dikush të këtëson për para që janë profet? Më thej, jo, se ka bërë askush, se më qofë se do ishte pretendu gjithmonë kjo gjë, ky po ndiqte ato dhe s'ka lidhje. Po kur më thej që asnjë se ka thënë dhe ky po e thot, atëherë ka diçka këtu. Të pyeta thot a ka pas babain, gjyshin ose stërgjyshin mbret. Dhe po të më thoje, po ka pas mbret dikon
para ardhze, atëherë do thoja, po nxjerr këto gjona me kap pushtetin e atyre që ka pas babait, gjyshit ose stërgjyshit. Po kur më tha që ai s'ka pas asnjë përmbret, atëherë duhet kuptojmë pse bën ky person këtë gjë. Të pyeta thot një pyetje të rëndësishme. Dhe të thash që kush e ndjek? Se duhet ta dish ti Abu Sufjani tha që Nuhun e ka ndjekur të varfrit, Musan e ka ndjekur në fillim të varfrit, Isan e ka ndjekur të varfrit, siç është në Bibël që i tha ti të pasurit, saç mund të hyj një deve në vrim në gjilpërës, aq mund të hysh ti i pasur dhe mendje madh në parajs. Është në Bibël. Edhe Isa i tha dhe gjithë profetët në fillim i kanë ndjek ato që nuk kanë interesa që mund t'i prishin rrugës. Paria e ka shumë të vështirë, kurse ai që është i sinqertë dhe s'ka gjë për të humbur, ai me sinqeritet bëhet. Dhe ti më tha që e ndjekin ato që janë më doptit, këto i kanë ndjek pejgamberët gjithmonë. Dhe ti më vërtetove tha një argument më shumë që ai është pejgamber. Të pyeta tha, a shtohen apo paksohen? Më thej që shtohen, kështu është besimi. Kështu i ka shku gradualisht pejgamberëve ndihma derisa është përsos ajo dhe është plotsu fuqia e tyre. Bëra i pyetje thash shumë të rëndësishme. Të thash njerëzit që besojnë, a e lejnë besimin se mund ta urrejnë atë besim ose nuk e kanë më kënaqësi atë besim? Dhe më the edhe me që janë sprovu ato njerëz kur se kanë lënë besimin, a i di tha çfarë ka të veçantë besimi sinqert, kur futet në zemër dashuria e këtij besimi e përmalloj gjithë zemrën dhe i kur nuk shmanget nga zemra. Të pyeta tha dhe të thash, a ka gënjur ndonjëherë ky person? Para se të pretendoj që është pejgamber, dhe më thej që ka qenë besnik dhe kur nuk ka gënjur. Abu Sufjan tha, a mundet i person mos të gënjej ndër njerëz dhe dali i ditë gënjej për Zotin? Kur nuk shkon kjo? Të pyeta tha, a thyen besën, a mashtron, a bën hile? Më thej, jo, pejgamberët e kanë pas gjithmonë këtë cilësi. Të pyeta a luftoni, më thej kemi luftuar, herë fitojmë ne dhe herë ka fituar ai. Kështu shkon sprova derisa triumfojnë pejgamberët. Më thej që të besohet Zoti një dhe një i vetëm, më thej që t'i falemi ta falenderojmë atë, më thej që duhet me dhënë për të varfrit, më thej thot që të mbash lidhjet farefisnore, më thej me fol fjalën e drejtë, më thej që me qenë moralshëm dhe të etikshëm. Këto janë gjitha urdhresa që i kanë bërë pejgamberët. Tani nga froni ishte ngretë në këmbë, nuk e mban të veni Herakliun, të parin në atë kohë. Pejgamberi alayhis salam ishte në Medinë, kishte dërguar vetëm letrën. Tha dëgjoj. Dhe kjo u bë sebeb për islamin e Abu Sufjanit. Çfarë i tha? E pa imagjinueshme çfarë i ka thënë. Tha dëgjoj. Abu Sufjani si ishte një farë burri, po u bë i farë njeriu për profetit Muhammed, se ky s'kishte për të folë në jetë Abu Sufjanit, se ky ishte i pari i botës, Abu Sufjani ishte i pari i fisit Mekës. Dëgjoj tha. Mbretëria këtu ka problemet e veta. Dhe unë nuk jam i lirshëm të udhtoj. Po ti nuk e ke iden, thot kisha pas mundësi se sa shpejt do hecja për të atakuar Muhamedit. Qofse do të kisha mundësi, thot të atakoja, do t'ju afroja për Zotin, e transmeton Buhari këtë hadith. Thot do t'ju afroja, do t'i shërbeja dhe do t'ja laja këmbët atij. Tani imagjino si ka ngel Abu Sufjani, se deri tani kishte treguar ignorancë se kishte Muhamedit alayhis salam aty dhe nuk e kishte respektuar, kishte luftuar. Kurse Herakliu i pari botës thoshte të kisha mundësi, pra mos të kisha këtu njerëzit e fesë, mos kisha ministrat që kanë tjetër besim dhe nuk e kuptojnë atë që kuptoj unë do shkoja atje të atakoja, t'i shërbeja, t'ja laja këmbët atij njeriu. Unë kam ditë thot që do të vi profeti i fundit, po kur s'kam menduar se do dali nga ju arabët. Edhe kur i ka folë të fjali, ka folë me shumë emocion. Por aty ishin njerëzit e fesë, ishin ministrat. Jo, ishte paria që kishte interesa. Paria, si ishin varfrit që do besojnë. Kishin dijen e këtij, sepse kur vjet dija që e ke dhe e kuptoj që është pejgamber, lesh çdo gjë. Po ideja është që ato nuk ishin se ky ishte mret, ishte rrit qy i vogël me dije, me dituri. Dhe thot Abu Sufjani u ngretën zërat, filloi një si lloj zhurmë debati. Dhe ai thot, sikur erdhi në vete dhe i tha, gjithë të dilni jashtë. Dhe kanë dalë jashtë Abu Sufjani, 9 vetët që e shoqëronin dhe kanë ngel Herakliu i vetëm. Buhariu vazhdon dhe tregon pjesën ku Herakliu merrte letrën që i kishte dërguar pejgamberi alayhis salam, e merrte letrën dhe e shikonte dhe e lexonte
dhe meditonte. E dinte që do vi i pejgamber, në ndër e kështë e pa, a i tha dhe i gjoj Abu Sufjanit, mos ta harroj. Tha, unë e kam ditë që do vi i pejgamber, nuk e kam mendu se do vi nga ju arabët. Qoftë se ato që mi the janë të vërteta si përgjigje, pushteti atij njeriu do vi këtu ku e kam unë dhe unë s'do ta kem më. I tha ëndrrën. I tha ëndrrën, edhe po e ditë edhe nga librat e shenjtë, që profeti i fundit nuk i del dot para. Dhe me vërtet në kohën e Omerit, gjithë ato vende që ishin në Sham, gjithë u bën musliman. I nxori gjithë jashtë dhe vazhdonte duke meditu. Derisa e shtynte dëshira për të pranuar Islamin. Por kishte pari të madhe dhe i thiri në gjithë parin në një ambient tjetër. Ishte ullë në front dhe ato hynë dhe i tha ushtarëve mbyllin i dyert. Dhe tha asnjë mos të futet me armë, me shpatë, me gjë, se kishte frikë se e vritin. Dhe kur futshin ke dera, ushtarët ja merrshin armët. Komandantët e mëdhej të ushtrisë, policisë, njerëzit e fesë ishin gjithë aty. Dhe kur u futën, Herakliu ishte në front dhe e lexon letrën e pejgamberit prap. Nga Muhamedi, robi i Zotit, edhe i dërguari i tij, tek Herakliu i madhi i Bizantëve. Eslim teslem, pranoje Islamin të shpëtosh. Unë po të bëj thirrje në Islam që ti ta pranosh atë të marrësh shpërblimin e vetes, një fish, po të marrësh 2 fish kur të udhëzosh popullin tënd. Nëse ti nuk e pranon, do marrësh mëkatet që nuk e pranove vetë Islamin dhe mëkatet që s'le popullin të bonte musliman. Wassalam ala men ittaba'al huda. Paqja qoftë mbi ato që ndjekin rrugën e drejtë. Edhe ajetin e lexoj, ja ehlil kitab, ajet brillant. O ehlil kitab, gjithë pyeti hebrejt besojnë në Zotin. Pyeti kristianët besojnë Atin, Zotin e gjithësisë. Tha, e janë të kjo fjalë përbashkët. Mos shtojmë gjë tjetër, mjafton kjo sunduesi suprem i universit. Ta adhurojmë atë një dhe një të vetëm, kur mos t'i shoqërojmë shok. Dhe në të njëjtën kohë, ne jemi njerëz, mos ta marrim njëri tjetrin zotra përpos Zotit vërtet. Sa atëherë mbreti u mbante sikur me qenë Zot. Faraoni tha jam Zoti më i lartë, kurse në fakt ne jemi gjithë njerëz. I vetmi Zoti qofshin fal, është ai që krijoi qiellin dhe tokën. Qofse mohoni, atëherë dëshmoni për ne që jemi musliman, besojmë Zot një dhe një të vetëm, atë që na krijoi neve dhe gjithçka. Dhe ja lexoj. Kur ja lexoj, ato s'po flitnin. I tha, kam një mendim. Ato po dëgjojshin, tha, kam një mendim. Tha, ato çfarë mendon ai pari jon? Tha, jeni me mua të bëhemi musliman. Drejt. Imagjino çfarë fuqie besimi. Edhe po i kishte fut pa armë, shumë i zgjuar. Ato thot, transmeton në transmetimin e Buharit, ato kanë hikur si njerëz të tërbuar me hap dyert me mor armët. Allah. Po, ishin të shmendur në atë kohë, nuk e kuptonin çfarë po ndodhte. Dhe ushtarët i kishin mbyll dyert. Ky e kishte planin B. Sa i pa ato të shtyr dyert me dalë me mor armët, sa ktheuni. Ktheuni se unë ju falenderoj, tha që nuk rat në këtë sprovë. Unë vetëm ju provova juve, se unë jam në besimin tuaj. Erdhën tu e falenderu, tu ju përul, edhe ikën të kënaqur. Allah. Po, nuk e arriti dot. Po. Dhe Herakliu ishte një njeri i cili nuk mbaronte me kaq. E thiri shokun e pejgamberit. Atë që kishte shkuar si ambasador. Edhe e thiri, than kush është që e di mirë arabishten, se kishte fise që ishin kristian, që ishin afër me fiset arabe që ishin bo musliman. Dhe i than për njërin. E thiri atë veç. Dhe i tha do shkosh, ta takosh personalisht Muhamedit. Personalisht. As i tjetër. Po i tha po për çfarë? Për 3 gjëra. Do të dhe 3 argumente tjera që tu plotësonte. I tha i çfarë? Gjëja parë tha, ti s'do t'ja përmendësh letrën që më ka sjell, shikoja do ta përmendje ai ty. 1. Po ta përmendje ai, shkruaje dhe mbaje mend. E dyta i thot, kjo letër që po të shkruaj unë do t'ja lexosh atij. I shkruajti i letër. Dhe e treta tha, bo çfarë dush, do shohësh që në mesin e shpatullës tije ka shenjën e pejgamberllëkut apo jo. Mbasi të një krysh të treja, vetëm atëherë do kthehesh i gjallë. Si pe vazhdonte. Ka dietar të fësirë që e tregojnë këtë. Edhe shkon ai bashkë me ambasadorin, Muhamedi alayhis salam
ai modesti, kishte trazu botën, ishte atje në Medinë të tregu gjona të bukura për Islam. E tu i zbrit si kompetenti pejgamberllëkut Kur'an, e me shokët wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah. Thot o Muhammed i thot Zotin Kur'an, përkufizoje veten me njerëzit e thjesht që e përmendin Zotin mëngjes dhe mbrëmje dhe e duan shumë atë. Pejgamberi si bite mend fare për Herakliun, për as Kisra. Sa të vegjël ishin, por pejgamberi do të njeriu e mirë dhe atë që e do të Zotin shumë, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, Bilalin e bëri muezin, ishte rob me ngjyrë zez, e bëri muezinin e partë Islamit. E imagjino, edhe në shkretir, ai tani nga Herakliu, superfuqia e botës, e gjerë Muhamedit thjesht kështu duke qëndruar me shokët e vet. Dhe i thot, ka marrë nga Herakliu. Pejgamberi i thot, para se të më tregosh ti për Herakliun, unë do të ftoj në Islam, po aty e kishte mendin. Edhe, po njerëzit kanë qenë zgjut, sot nxitohen, siç duket është efekti TikTok. Edhe i thot, i shpjegon për Islamin. A di çfarë i thot ai, shive, sa ka të poj fjala, se kot se dërgoi Herakliu atë. I tha, o Muhammed, unë tha, jam në shkëput tani nga populli im dhe ka marrë me të taku ty. Nuk ndrohet feja kur je larg popullit tonë. E njëri, ke parasysh, pipong, dhe pejgamberi qesh, buzqesh, dhe thot ajetin e Kuranit, inneke len tahdi men ahbabt. Ti o Muhammed i thot Zotin Kuran, nuk mund të udhëzosh atë që don ti, Allah udhëzon rrugën e drejtë atë që dëshiron. Pra e tha ajetin se i boni dawat bukur ai se pranoi. Tani tha dëgjoj, Muhamedi alayhis salam atij. Unë sa i kam dërguar letra gjithë mbretërve të botës. Kisra bëri këtë, ky bëri këtë, ky bëri këtë, ky bëri këtë. Kurse tha Herakliu, letrën e ka vlerësuar dhe e ka mbajt. Populli i tij do të shohë begati derisa ai e mban letrën dhe e vlerëson. Atë që i kërkoi. Sa i tha i pikën e parë, tha, ti mos ja përmend letrën, shikoja do ta përmendja ai apo jo. Se letrat e pejgamberëve ka qenë begati e madhe vëlla. Dhe pejgamberi e kishte lajmur Xhebrail Emini që Herakliu e ka vlerësuar. Dhe kur e vlerëson letrën e pejgamberit, Zoti vlerëson ty. Nxjerr ai letrën. Dietar ka që tregojnë këtë. Herakliu i bën pyetje tani test pejgamberit alayhis salam. A do të më vërtetuash pejgamber apo jo? O Muhamedi thot, më ke ftuar për të pranuar Islamin dhe e kishte testuar ambasadorin për botën tjetër, për xhenetin, për xhenemin, dhe i thot, më ke ftuar për të u bërë musliman dhe më ke ftuar në Islam. Dhe më ke ftuar që nëse pranoj Islamin fitoj xhenetin që i ka rrethuar qejtë dhe toka. Ku është zjarri atëherë? Kupton? Ka pas shumë korrespondenca midis botës kristiane dhe muslimane me pyetje kështu. Dhe Herakliu i bën një pyetje pak të veçantë. Thot, më ke ftuar në Islam dhe më ke thonë që pranoj Islamin të morësh dy fish shpërblimin. Dhe ambasadorin e kishte pyet ç'është problemi, botë e kësaj bote dhe i botës tjetër, xheneti, thot Zoti në Kur'an, i ka përfshirë më i madh se qejtë dhe toka. Ku është zjarri? S'ka vend për zjarrin, si mas. Po e testote. Po se harrova këtë. Kur i thot do t'ja lexosh letrën time dhe nuk do flasësh asgjë dhe dëgjoje me vëmendje do e përmeni fjalën nat apo jo. Se kjo pyetje që i bonte ishte përmend librat e shenjtë përgjigja. Vetëm kaq, ti tha vetëm dëgjoje, do e përmendi fjalën nat apo jo? Dhe pejgamberi çfarë përgjigje jep? Sa i tha kur e ka përfshirë xheneti qejtë dhe tokën, ku është zjarri? Dhe pejgamberi i kthen përgjigje, kur vjen dita, ku është nata? E kupton? Pra çdo gjë ka vendin e vet. Kur vjen dita, nata është pozicion tjetër pra. Qejtë dhe tokën i ka xheneti, zjarri ka vendin e vet. Pse kur vjen dita duket përfundimisht nata, sikur me e ditë pejgamberi që atje ku bëhet ditë në anën tjetër është natë. Po. Edhe ky ç'a bonte, ka që kishte frikë Herakliun, i kishte thonë ai shkruaj dhe i shkruante shpejt përgjigjet. Pastaj pejgamberi, subhanallahu, ka qenë me shokët e vet dhe ndërtoi ishte Osmani. Osmani radiallahu anhu. Edhe i tha o ambasadori Herakliut. Tha neve, shikoje se ka pas sedrën shumë të madhe. Ne tha nuk ju respektojmë dot juve siç mund ta keni respektuar ambasadorin. S'kishte pejgamberi, ishin të varfër. Edhe çohet Osmani, kishte i çan me vete, janë nxjerrë rrobë bukur ja jep atij. U kënaq pejgamberi shumë.
Tha, kush do e marri ta respektoj, pra se kështa ardh ka larg dhe respektoshi natë der ose 2 net derisa doja ai që t'iki. Ngreti sahab tjetër tha, da e marrën dërgumi Zotit, mos u mërziti, da e marrën në shtëpi si mik. Dhe ju çu me hik. Sa eci sahaba pejgamberi, o filan. Ai ktheu kokën, tha diçka e ke harruar. Ktheu, ai u kthy një ta lëviz rrobën, një t'ia nxjerr vulën e pejgamberllakut. Subhanallah. Ka ardhur afër dhe ja ka parë kështu. Ka marrë letrën 3 gjonat që i kështë thoni mos më hajde gjallë nëse nuk mi vërteto këto të treja. Dhe ja vërtetoi të treja ato që se las me prit me ditë. Vetëm kjo histori se po flitnim për argument, a tham deri në 50, po s'të me bos 50 dalim pas sabah sot. E çojmë ne 50 argumente, po sabahun dhe e bashkojmë me Ylen pastaj se nuk ka kohë. Shumë ke drejt për shumë logjike forte Herakliu, domethënë me këtë zgjerimin kaq të madh të gjithë bisedës. Shumë logjike. A di çan nxjerrim vëlla? Kam me vëllezër motrat që na ndjekin. Duhet me qenë të mençur. Duhet me pas mod muslimani urtësinë dhe mençurinë. Duhet me pas mod të përditshme të jetës leximin. Ja për shembull për Ramazan, vëllezër motra që na ndiqni. Çfarë vlerë ka Ramazani? S'po haj, s'po pi. Që erdhi akşamit haj në gjot, fle gjumë të shohim prap. Kjo që bëjmë ne vëlla, nga mesazhet që më kënaqin më shumë është po na e boni më të bukur Ramazani, pra më të bukur shpirtërisht. Dhe ne po vim live këtu çdo mëngjes. Se edhe ne të lodh jemi. Po vetëm që të mushmi vetë me besim, e vëllezër motra të japim dije dhe fuqi shpirtërore që ta ndjejmë këtë Ramazan. Të kënaqemi. Dhe në këtë Ramazan të mësojmë që dija është gjë e madhe. Herakliu e kishte gjithë këtë botë se që në djep ishte mësuar me dije. Duhet kur ai i thotë fjalë të mëshme profetit, tha unë jam larguar nga populli, s'mund ta ndroj fen. Pra ai do të më kundërshtu, po kam ditë me fol. Ti mund të thosh çfarë dush, po nëse e thu me eufemizëm në formën më të mirë, atëherë të ngjit. Kur e thotë ai që s'është musliman, ne Zoti na e ka kërkuar më të madhe, wa qulu lin nasi husna, thoni njerëzve fjalë sa më të mira, sa më të ëmbla. Duhet rrezatoj një musliman dhe muslimane. Duhet kthy në mod edhe në bukuri jeta e tij, siç na ka mësuar neve Islami. Dhe inshallah e nisëm me 10 argumente afërsisht sot, por ne duhet t'i bëjmë si ti the shumë. Po ne do t'i bëjmë 50 inshallah. Paktën këtë Ramazan. Ka një histori me 3 duket po të krishterë kanë qenë që bën një debat me profetin. Ma e bukur është, jo mies, ajo është e gjatë. Ata themi një për diellin, një pyetje kështu që ta mbajnë mend se inshallah e tregojnë me njëri tjetrin. Prapi pyetje vjen nga një i dishëm shumë kristian. Tani kishte ndruar jetë pejgamberi alayhis salam, ishte Muaviu. Ai bën disa pyetje, po unë ke një do ndalem. Pyetje shumë interesante. Besoj vëllezër motrat e dinë se hapin çatin e mbaroi puna, po i bën pyetje dhe i thot, ishin disa pyetje, një nga ato ishte që duhet ta njihshe mirë Kur'anin. I thot, përveç pyetjeve tjera, thot, kush është i vend në tokë që rrezet e diellit i ka pa vetëm një herë dhe mbas asaj si ka parë më. Çu ky vend që dielli kur bjen në tokë, a bjen vëlla për ditë? Po. Bjen gjithmonë. Edhe unë di këtë përgjigje. Pa e kemi bisedu. Dhe e kanë thirrë Abdullah ibn Abbasin, deti i komentit Kur'anit. I kanë thonë një pyetje, po s'po, ai ishte pyetje si logjike. Po derisa ta japësh ti përgjigjen. Pa e di, në është ta vlezë. Jo, po s'ka problem, le ta provoj. Okej. Është i vend në tokë që dielli, rrezet e diellit e kanë pa vetëm një herë dhe s'kan shanse për ta parë për herë dytë, për të arritur aty për herë dytë. Kjo është ideja. Pra e kanë, domethënë kanë realizatuar vetëm një herë në natë. Ore, kur është kriju toka, nuk kanë arrit në atë vend asnjëherë. Vetëm një herë kanë arrit dhe pastaj nuk kanë arrit më deri në ditët e sotme dhe s'kan për të arritur deri në kiamet. Do thënë dielli ka pa vetëm një herë. Vetëm një herë kanë shkuar rrezet e diellit aty. Në cop tok. Në atë çast. Në atë çast dhe më mbas atij se as përpara as mbrapa. As përpara as mbrapa. Në rregull. Pra, duhet i dish historitë e pejgamberëve mirë, të të shkojë mendja që ta japësh përgjigje. Neve domethënë edhe sikur që i pari që na japi atë. Po, shofu këtu të gjitha pas kanë thonë për Lenë tani se nuk ka më kuptim. E kam thonë. Apo aty e thojnë apo jo? E kam thonë. Po, mashallah. Po i kemi dietar, mjekësit valla, nuk i kemi deti kuq thot Musa alayhis salam
Deti po ta zëri Musës thot. Mashallah. Sa shumë paska. Po dëgjoj se edhe njëri ka thonë gjot lezetshme. Deti që va për mua. Po dëgjoni pas ka thonë gjot lezetshme. Hajë mos është nga Kina. Jo. Varri thot nga që hap. Mirë. Po jo, është se ka hyrë rrezet deri aty, kurse deti syn rrezet me gjithmonë. Jo, interesant. Sirat edhe nuk arrit deri. Interesant. Dhe ky me idenë që hapet në atë moment vetëm ato 2 metra dhe pastaj. Është një argument, po ideja ishte, domethënë, Musa i përmend edhe në librat e tjerë të shenjtë dhe në Kur'an. Dhe ato kanë dashur me ditë që Kur'ani është në vazhdon e librave të shenjtë apo libër që e bëri Muhamedi dhe nuk ka asnjë lloj lidhje. Mashallah. Po mashallah vëllezërit dhe motrat i kemi jashtëzakonisht të dijshëm sepse pa mbaruar në mirë e shikonim që folnin për Isain alayhis salam. Kështu që do mendoj mirë vëlla për pyetje se ka i shpejt nuk janë pyetje më. Do të mendoj një gjë shumë e thellë, shumë e veçantë që mirë, jo, neve domethënë e dinim që gjithë vëllezërit mund ta ashtu, po thjesht edhe ne për shkak kemi atë kënaqësinë që në një moment për shkak bëjmë një lloj testi dhe themi mashallah, mund të kuptimi. Për të përfshi edhe vëllezërit se ja ku jemi tani domethënë dhe nga temat më interesante dhe po themi që nga jeni dhe nga ndaj çoni selami se dhe do bëjmë çik bashkëpunësim. Instagram jemi 3100. Këtu ka qenë gjithkohon 1.6, aty është 1.4 Facebook momentin. Dhe gjithë thonë selam aleikum nga Zyriu thot. Ça emri pas ka vot tutti frutti. Mashallah e ka kështu jo me emrin e vet si duhet. Po deti kuq vazhdojnë akoma, u mor me vesh tash nga vjen selami. A i kishim 10 argumente sot apo? I kishim për zotin e modë. Faktikisht atë që po mendoja është dje po fliçim për Miraxhin dhe është një gjë që gati del jashtë fantazisë njerëzore. Sot folëm në një këndvështrim tjetër si është logjika kaq e fortë për të qëndruar. Dhe këtu bashkohet logjika me mrekullitë hyjnore. Dhe pastaj kur zbret këtë të gjithën komplet e gjen të renditur tek e gjen të renditur te Abu Bakri. Si çka ka ajo që besoi si shok dhe besoi dhe për Miraxhin kur gjithë u tallën Mekë. Po pse? Qofse ne do japim 50 argumente apo 500 argumente për pejgamberin. Dhe ti bindesh që është pejgamber, çdo që tregohet mbrapa ti e pranon. Po prap, tani po them me gjithë te profili e Tema sotme bën të vërtet Miraxhin. Pra ti kur ke argumente pa fund, normal që pastaj e pranon Miraxhin edhe çdo gjë që tregon i madhis. Çka ka na ikën to? Se na iku zoni. Ha? Ka ik Facebooku. Kemi vetëm Instagramin, atëherë e mbyllim vëlla. E mbyllim. Zoti, megjithëse jemi 3000 në Instagram, po do t'i ndajmë vëllezërit e motrat, Zoti ja shpërbleft, i begatoft, edhe ja shtoft mirësitë. Ti e mban Facebooku, po më duket nuk ja s'punova. Ja live-it. Po ja s'punova. Shef që është më mirë të mash Instagramin vëlla se asnjëherë. Unë jam më i madh moshë, jam pleqni jam ato që vazhdoj me Facebook. Po TikToku si ka qenë sot? 1000, po s'e ka mbyll apo si është? Mashallah. 1000 TikToku. Mashallah. Kush rrin TikTok në këtë orë më vëlla? Por po pse? Ha? Mashallah. Pse na ra mikrofoni më vëlla? Do rregull ra Facebooku, po pse na ra kjo? Problem teknik. O vëlla, ja tani erdhi prap. Të mash 10 argumente për profetin të kap syni më vëlla. Mashallah. Mos u çudit. Po pse ton të ra Facebooku ti paska ra regjia. Këtu që ka ra Facebooku ka. Kjo që ka djeg çdo gjë. Po, ra Facebooku, çfarë ra Facebooku? Vëllezërit e motrat që shkruajnë në Instagram, Zoti ja shpërbleft, po Musajin e kanë gjetë në mënyrë të jashtëzakonshme, kështu që Zoti ja shpërbleft edhe nxjerr sa më shumë të reja me dije, me shkencë, zbulojnë sa më shumë gjëra, tregojnë sa më shumë gjëra. Amerika që ka sot, se siç duket, janë në një kohë shumë të begatë atje. Reli duken nga Burreli. Ju dëgjojmë shumë mirë, po Instagrami është mirë. Ti nuk je në Facebook, vëlla? Ti tani filloi Facebooku të vazhdoj prap. Prap, po nuk u shkëput. Po ku dëgjon sferit, i je shkëputet se marrë. Mirë, se normal. A jemi në Facebook e? Qajtëm hallin në TikTokut dhe na udhëq Facebooku. Selam nga Shkodra. Morëm sysh Facebook. Mashallah, Zoti ju begatoft. Kanadaja nga Deçani. Mashallah. Mashallah, Zoti ju begatoft.
Lola Ibrahimi nga Gjermania, Armendi nga Tetova, zoti ju begatoft Tetovën. Kush ishte 90%? Sa është Tetova? Vllai im prit, ku është Tetova? Të lutem, mos më luaj Tetova. Armend Veli, pash zotin sa përqind, po drejt, jo si në Prizren që na thanin 100%, se zbova ki, sa përqind agjërojnë në Tetov, me drejt, afërsisht, se 100% as një se din. Armend në thujnë Tetov sa vet agjërojnë, sa përqind. Anglia, Italia, Greqia, mashallah, zoti Begatov, Gjermania, Danimarka, Amerika, Shkupi, edhe në Shkup më qofë se na jepni një informacion sa përqind e vëllezër e motrave në Shkup agjërojnë. Kumanova, mashallah. Mbrojë, thot njëri duke të dëgju habita, harova me pi ujë. Na falni, pa dashi ju kemi hyrë në hak, zoti ju Begatov, inshallah. Mashallah. Mashallah. Pse çuditet, thot, bëm shaka vlla, pse çuditesh që po i shohim TikTok, thot, ju e meritoni, po bënim shaka në fakt se rrjetet sociale i so janë. Zoti ju begatoft, Londra, Prishtina, Kosova. Shof apo na shkruaj vllai nga Tetova. Asnjë nga Kina deri tani, ja? Nga Farka. Mashallah, që ke afër me podcastin ton. Farka është këtu. 9% thot në Tetov, 8%. Po thojnë Tetov, a? Po, 9%, 8%. Sam Prizren. Shkupi 90%, mashallah. Mashallah, 90%. Ushtria, gjitha komplet. Po mi, bëjmë pyetje tjetër. Do pyetje ti. Kush nga qytetet e trojeve shqiptare agjiron më shumë? Unë se kam këtë informacion. Kush nga qytetet trojeve shqiptare agjiron më shumë? Shqiptare agjiron më shumë. Se besoj në troje shqiptare është agjërimi më shumë se sa në vendet tjera. Thot njëri, presim si dritin, thot, të shkruaj nga Koreja. Van shaka, e nis gjeli, zotit Begatov, se na ke bë me qesh. Përshëndetje Tetova, thot, 90 ose 80% në Tetova. Po, atë më shkruajtë në mu Facebook, po Facebooku na u shkëput. Mashallah. Facebooku në më shkëput, se morëm vesh që i bon Facebooku, duke ta morëm sysh. Edhe Shkupi 90%. Mashallah, zoti Düsseldorfi Gjermanis. Kush mendoni se është qyteti që agjiron me përqindjen më të madhe? Kam i përshtypje Tetova, Shkupi ose Prizreni. Besoj kur do vish në Tetov, vlla im, a mam se i kam aq punë sa s'po lëviz dot, po me kënaqësi kam shumë qef, shkoj gjithandej 90% ohri, 90% ohri. Mashallah, Maqedonia kështu është, Maqedonia, ku janë pjesa shqiptare. Tetova thot dikush, Prizreni më shumë dikush tjetër, edhe Gostivari është mirë shumë. Shumë. Por vetëm Zoti e di. Një motor thot vajza 11 vjeç ka fillu tash ta agjëroj, Zoti ja pranoft. Zoti e begatoft. Unë mendoj, thot njëri, që është Shkupi dhe Prizreni. Që janë vendet që agjërohet më shumë. Që agjërohet më shumë. Ju e dini më mirë, vlla. Një thot Tirana, sepse edhe popullsia është më e madhe. Nuk e di. A është në Tiranë? Ka pas agjërim të madh në Tiranë? Jo, ka pas agjërim të madh, pra në raport, ne po flasim raport me popullsinë, kur flasim Tetovën, flasim 90% agjërueshëm, që do të thotë në raport me popullsinë në Tetovë agjërojnë më shumë. Kurse në raport, nëse po flasim për sasi, se kush agjiron më shumë, Tirana është gati 1 milion normal, që mund të ketë sa është 1 milion. Për shembull, dhe mund të jenë 300.000 agjërues për shembull. Ajo normalisht e kalon çdo qytet. Po, edhe Struga 80 deri 90%. Po normal, unë për shembull edhe në Facebook, edhe në Instagram, besoj edhe në TikTok, shumicën tërmuese e kam Tiranë për shembull që më ndjekin, edhe në Shqipëri. Po se është popullsia më e madhe përqendruar. Për shembull, po ta shohësh statistikat, un kam për shembull Shqipëria, po them, ka 30%, pastaj vjen Kosova, pastaj vjen Maqedonia, edhe vjen Tirana shumë lart, pastaj vjen Prishtina, pastaj Shkupi, pra varet nga popullsia, nuk mund të thosh gjë për atë. Shqipëria është vend i madh. Njëri po më thoshte sot për ta ndarë me vëllezërit e motor parë se ta mbyllim, në Tiranë vlla, ato që sa gjërojnë na kanë marrë natë. Ato që kanë kafe, 0 kafe valla. Po pra ne po them pra është. Pra në Tiranë këtë vit po më thotë njëri,
në 3-4 kafe që ka aty afër në lagje, janë bo, tha, do me thonë, jo se ato besimtarë janë, po janë, nuk po I del me majt stafin këtë muj. Kam pas bo lek mirë çdo muj, sepse ka dhe I gjo, do t'ju themër vlezë, thojen ju pos në një gjumë, ka I çudim tjera, nuk e di janë ndonë vene tjera, o vlla im, 11 muj nuk e gje shpinë të pi raki. Në Ramazan, nuk ka, me umledh bota nuk pina si gotë, po ndosha dhe sagjeron. Pse sagjeron, ma? Pse sagjeron? Pa e le alkoolin, po pak të agjeroje. Dhe është e çuditshme, sa mbaron Bajrami, mund të konsumoj prapë alkool. Subhanallah. Kështu që po padët në fise, thujani mos, vlla, siç e lëm për Ramazan, leje alkoolin se është smundje. Leje alkoolin se është gjinaf I madh. Leje alkoolin se duket sikur po bën diçka, po në fakt është thjesht I ves. Kur e ke forcën për ta lënë në Ramazan, lutju Zotit në Ramazan që ta largosh edhe të shpëtosh nga ajo gjë se është gjinaf I madh. Edhe në Angli thot, e ka shkruajta në Angli, po ndoshta në Angli po ndodh s'po kanë punë lokalet. Ka mundësi valla. Puna vjen darkë pastaj dy fish, kupto se edhe neve për shembull kur dalim në lokale, gjatë kohës kur ecim janë bosh, ama vjen darka. Po vjen darka, po janë teravit, janë gjonat prapë. Po darka po shiko, në fund fare ai e merr me fluks të iftarit gjithë atë xhiro që ka humbur, po puna është thuj që nuk Bosnjë thot njëon. Puna është nuk e shes, nuk ka darka me alkool. Po, nuk ka fitimi maksimal. po pra se s'është alkooli, pra, se aty është gjithë problemi, zot na ruaj. Elhamdulillah. Njëri thot inshallah këtë Ramazan që po vazhdon rrugë të Islamit dhe Tirana është mirë. Mashallah. A di ku shifet kjo pastaj? Shifet zakonisht për shkak kur është pastaj falja Beramit. Po. Që fillon tregon për shkak të Berami gjithmonë I Ramazanit është më me pjesëmarrje shumë më të madhe në shesh se sa në Beramin tjetër që është I Bajramit, sepse vjen dhe me një lloj karikimi 30 ditë të agjërimit edhe është si ai kurora që gjithsecili e vën kokë merr atë. Normal, kënaqësia e Ramazanit të ndikon pastaj. Që Kur vjen egzoni pyet një, kur vjen egzoni, valla, pse si thot vjen? po ne kemi lënë domethënë këtë 10 ditë që fundit. Po pse është haram valla 10 ditë I mesit apo? Po jo, po kishte të ca aktivitetet se jo. Hajde vlla, thuj mos bëj kështu. Jo duhet me thirr, po fakt po komentuan njerëzit dhe thonë du me gzoni, vjen se çfarë bëj. O egzon zoti të rujt. I ditë do marrin Bilal Teqen. Do të vi Bilali valla. Po. Po të vi Bilali valla, zo me ftit Tiranë, vjen robi këno dy ajet e Kuranit, thot 2 fjalë të mendshme. Se si mungonin tuita me I thonë. Mashallah. Kam rregull pra. E presim me kënaqësi. Po. E Duhet të presim vi një nga Maqedonia. E presim me kënaqësi. Edhe gjithë trojet shqiptare. Çunat kanë qef, adem Ramadanin keni qef, ju e diun. Po ata çojeni ftesën. Çojeni ftesën shkruani. Adem Ramadan podcast. Inshallah, Zoti kudo që janë egzoni, Bilali, Ademi, gjithë vëllezërit dhe motrat, kush bën diçka të mirë për fen, Zoti ja shtoft mirë. Amin ya Rabb.